Për të dëshmuar, i akuzuari Vlatko Keshishev kërkoi që nga salla të largohej i dyshuari i parë për vrasjen e dy fishë të Vanjas dhe Pançës, Lupçe Palevski, sepse kishte frikë të flasë në praninë e tij. Këtë kërkesë bëri avokati i Keshishev, Igor Efremov. Kërkojmë që Lupçe Palevski të largohet nga salla derisa Keshishev të jepë dëshminë e tij, sepse në praninë e tij nuk do të flasë të vërtetën. Është e arsyeshme frika e tij gjatë mbrojtjes dhe se kështu ai nuk do të flasë të vërtetën. Kërkesa e cila u pranua nga gjykatës i lëndës Ivica Stefanovski dhe Palevski u largua nga salla. Mirëpo në seancë qëndroi avokati i tij Jovica Strashevski. Gjatë dëshmisë së tij, Keshishev tha se e ka parë të akuzuarin e parë të vrasjeve Palevskin me armë në dorë para se Vanja Gjorçevska të vritej dhe se më pas ka dëgjuar një të shtënë, ndërsa më vonë është thirrur që të ndihmojë në groposje. Ai e pranoi se grabitja kishte të bëjë për shantazh me qëllim që të kërkoheshin para, por se nuk e ka pasur idenë se kush do të grabitej. Kur arritëm tek vendi i ngjarjes, dolëm nga vetura. Palevski më tha të presë 20 metra larg dhe të kujdesem që të mos më shoh dikush. E ktheva kokën disa herë drejt tyre. Herën e fundit që i pash, Pallço kishte armë në dorë. Ajo shihej qartë edhe pse isha larg rreth 20 metra. Pastaj shikoja rrugën të shoh se mos është dikush dhe në atë moment dëgjova një të shtën. Pasi u gropos vajza, Pallço i pastroi lopatën, belin dhe kazmën. Ndërsa veturën Citroen me të cilën u grabit Vanja tha se ata i kanë hedhur benzinë, ndërsa Pallço i ka vënë zjarrin. Se ajo ka qenë një vajzë kanë kuptuar pasi janë kthyer në shtab kur është kryer vrasja. Atëherë kur ka parë në Facebook lajmin se është zhdukur një vajzë 14 vjeçare. Kur ai me telefon në dorë tha se ka shkuar te Pallço që të ja tregojë fotografinë e vajzës së zhdukur, shtoi se Pallço nuk i ka kthyer asnjë përgjigje.